Në mesin e historive të pejgamberve, ka një histori që prej kthellë në zemër që ka përjetuar dhimbje, sprova dhe humbje. Është historia e Ajubit a.s., njeriu që u godit në trup, në pasuri, në familje, por kur nuk u dobësua në besim. Ai ishte simboli i durimit të palëkundur, i lutjes së heshtur dhe i shpresës që nuk shuhet kurrë. Kur të gjithë e lanë, Allahu nuk e harroi. Dhe kur sprovat e rënda i pështuan jetën, ai nuk thas një fjalë pak kënaqësie, por vetëm ngriti duart dhe me butësinë e tij u drejtua Allahut subhanuhu teala. Historia e Ajubit është dritë për ata që janë në errësirë, është forcë për ata që ndjehen të thyer dhe është kujtesë se pas çdo durimi vjen shpërblimi i madh nga Allahu i lartmadhëruar. Ajubi a.s. një shembull madhështor për neve. Një njeri që ishte i përzgjedhur si pejgamber nga Allahu subhanahu wa taala. Për dallim nga pejgamberët e tjerë, Allahu e përzgjodhi që ky me qenë i sëmur, me një smundje shumë të rëndë. Se rezultati i kësaj smundje hupi gjithçka. E hupi familjen, i hupi fëmijët, e hupi pasurinë, hupi çdo gjë që kishte në jetën e tij. Deri në një moment kur smundja e tij u rrit aq shumë derisa dhe insektet filluan me hongër trupin e tij. Mirë, po asnjëherë nuk ndroi gjendja e tij përballë Allahut subhanahu wa taala. E vetmja lutja që ai e bëri vazhdimisht ishte: o Allah, të lutem, gjithë trupin merre, vetëm ma lejo që gjuha jeme të përmend ty, o Allah. Këto a duan prej te, o Allah. Mos ma merr dhe gjuhën për me të përmend. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut mbushen zemrat, qetësohen zemrat, largon boshllëkun që e ki. Përmendja e Allahut është ajo që neve na bën me jetu, është ajër për zemrat tona. Andaj edhe Ajubi a.s. këta e kërkoi nga Allahu, pavarësisht çfarë problematike kishte me shëndetin. Do thonë një problematikë aq e madhe sa nuk kishte as forcën që me i largu insektet që hajshin trupin e tij vazhdimisht. Derisa në një moment që doaja e tij qau gjithë qiejt. Ishte një moment për ulësie, ishte një moment, një caktim që duhej të vinte në momentin caktuar, në vendin caktuar. Edhe Ajubi a.s., sikurse gjithë pejgamberët, pasi u pajtu me ato që Allahu i ka godit, i thanë Allahut: o Allah, mu më ka godit këtë gjendje që e kam, kjo smundje, gjitha i kom hu, po Allah. Mirë, po, ente arhamur rahimin, ti e më i mëshiruesve, ja Allah. Krejt kjo gjendje, krejt këto sprova, krejt këto problematika, gjithçka në jetën e tij që kishte më shtrejtën, i ka humbë për jashtim të gruas që i ka ndajt afër. Dhe jerdhë dhe pleshnia, gjitha i humben vitet, i humbi pasuria, i humben fëmijët, i humben shoqëria, gjithçka kishte në jetën e tij me vlerë i humbi. Mirë, po asnjëherë nuk e humbi Allah subhanahu wa taala. Dhe asnjëherë nuk i tha Allahu: o Allah, po pse mund ke zgjedh për pejgamber për me qenë i shtrirë, me kalu gjithë këto vite unë mos me dal me thirr njerëz në besim? Asnjëherë nuk ndodhi kjo. Sepse mu pajtu me Allah subhanahu wa taala është më nënshtru Allahut. E kur i nënshtrohesh Allahut, atëherë ka disa gjëra që ju i urreni përse janë hajër për juve, dhe ka disa gjëra që ju i doni mirë për janë sherr për juve, ndërsa Allahu e din e ju nuk e dini. Dhe kjo lutje që e bëri Ajubi a.s. u bë shkak që Allah subhanahu wa taala ja kthei rinin edhe Ajubit a.s. edhe gruas së tij. Ja kthei pasurinë, jepi evlad dhe ja mësoi me jetu si pejgamber pas gjithë atyre viteve nën sëmundje, nën vështirësi, nën problematika. Andaj, te Allah subhanahu wa taala ndrohet gjendja. Tilkel ayyamu nudawiluha baina an-nas. Këto ditë kena me rrotullu dhe me kthy te njerëzit. Se sot ke smundje, nesër shërohesh, sot je i varfër, nesër pasurohesh, sot je në një pozitë shumë të keqe, tult nesër Allah të kthjell dhe të çet në pozitë të lartë, mirë po ata që Allahu e don prej neve është më pajtu me ata që Allahu e ka përgjithë për neve.